Titujt kryesor të gazetave e hënë 26 shtator 2016, Gazeta Panorama. Flet kreu i hipotekës, legalizimet si merret tapia brenda 10 ditëve. Kryeregjistruesi Ilirian Muo flet për regjistrin e ri elektronik të pronave dhe zbardh paktin me Aluiznin për afatin e tapive të legalizimeve. Stefani e akuzon se bën punën e Saliut, Nano, Rama s'di të bëjë me pushtetin, një rotacion. Intervista flet Mustafa Nano, jam i fundit që dua të risjell në pushtet Berishën. Rama si ka duart e lira. Djali ish deputetit godet patrullën me makinë, vdes polici, humb jetën në krye të detyrës efektivi i komisariatit në Tiranë. Investime strategjike apo strategji grabitjeje. Shënime mbi ligjin e vettingut. Vrasje për drogën në Sarandë, vllai i komisarit kapet me kokainë. Ekspozita piktori Tragaj, portretet e mia shpirtra të deformuar. Raporti i sigurimit, shoqja e Nexhmies u çmend nga torturat dhe vrau veten. Rambutka plotësua mamanetin e Mitat Frashërit. Gazeta Shekulli, Rama sherr për plerat, debatet online si përgjigjen komentuesit e shumt kryeministrit mbi vendimin e fundit. Qytetarët i kërkojnë kreut të qeverisë që të bëjnë referendum për këtë çështje. Ja replikat mes komentuesve në rrjetin social, të cilët e paralemërojnë kryesocialistin deri në mosdhënien e votës. Ambasadori Lu takim me kryeministrin për 6 ligjet e reformës. Gazsjellsi, Shqipëria negocioi keq me TAP, të rishikohet marrëveshja. Asistent profesor pranë Columbia University në SBA, Jenik Radon shprehet se Greqia ka përfitime shumë herë më të mëdha se shteti ynë. Qirat e apartamenteve, çmimet sipas zonave. Sarand, vritet vllai ish kreu të komunës, arrestohen 2 të dyshuarit. Zenel Hoxha, jemi pro legalizimit kanabisit, por duhet një strategji. Rrëfimi, Myrtezaj, libri për Adeun si tabu për të prishur rendin. Derbi Pagola, Partizani i pamposhtur, tifozët ndahen në paqen e Elbasan. Gazeta Shqiptare, përplasjet në PD. Gjana, Lul Bashës duan t'i marrin partinë, s'janë për koalicion parazgjedhor, edhe Merkel qeveris me aleancën e majt. Ish deputeti debatet në parti duhet kesh kryqe të drejtosh PD-n, s'ka asnjë që mund ta bëj, kush shkel bukën e shtëpisë nxjerr syt. Edi Rama qëndron në pushtet vetëm për Ilir Metës. Vritet në Sarandë, vllai ish kreu të Kaçinarit ka qenë i dënuar me 8 vite heqje lirie për plagosje. Aleksandër Bardhi u qellua me një plumb, u gjet nga kushëriri anës rrugës. Kriteret dhe kushtet për pranimin në secilin prej 12 universiteteve publike. Rriti i papastërtisë. Geopolitika ruse i influencës në Ballkan me prona. Prokuroria, banka që u vodh në ish blok si verifikon dot paratë e grabitura. Lushnjë, sherr në lokal, plagoset nipi Aldo Bares dhe shoku i tij. Fondi $1 milion, kredite buta, Velia i do nisi më 2017, programi pavarur nga qeveria. 20 mënyra për të përshpejtuar metabolizmin me ushqimet e ditës. Legjendat e mëdha të Butrintit, qytetit egzotik të së Shkuarës. Aksidenti rënd në Kamës, Furostrada përplas furgonin e policisë, vdes efektivi. Gazeta Dita, kambanat e luftës, milionat ruse që po trazojnë Ballkanin, apo shkërmoqet marrëveshja e Daytonit ç'po ndodh në Bosnjë. A do shkëputet Republika Serbe me investimin e Moskës? Pse Kosova është e dyta në radhë në reaksionit zinxhir? Historia e një kishe që po nxej gjakrat dhe një thirrje Tiranës zyrtare për të mprehur vëmendjen. Arben Duga përgjigje në vargje ca etërve në PD. Po more Sali, jemi bitë e etërve dhe jemi krenar. 6 fëmijë të verbër dhe paprindër kërkojnë ndihmë. Historia e familjes Hatia, 6 fëmijë e tim prej një viti në mëshirë të fatit jetojnë me pensionin. Lajmi vonë për plasat furgoni i policisë, vdes një policë rënd 2. Kamës, ngjarje deri në mbrëmje si ndodhi aksidenti, emrat dhe detajet. Politika e kauzave fluturake dhe një popull pa krah. Tërbaçi, historia e një fshati që përkujtohet çdo vit. Frank Bardhi, humanisti që mbrojti Kastriotin nga fallsifikimi. Gazeta Tema, Berisha më 2011, fabrikë serbe me plera elmuese, mbetjet, qëndrimi i topit, Topallit, PS, LSI, dje dhe sot. Editorial nga Merobaze për opozitarët e shqetësuar nga Muçnano. Benandoni, pse do dështoj sërish reforma zgjedhore? New York Times, pse duhet votuar për Hillary Clinton? Vrasje mafioze, ekzekutohet vllai ish zyrtarit vendor, në arrest 2 të dyshuar për vrasjen. Rama Majkos, një pikë referimi për të rinjt pavarësisht flokëve të zbardhur. Vendeka e Gylen për rrugën e Kombit, letra e Ankaras për qeverinë shqiptare. Tenderi për uniformat, zbardhet kallëzimi i policisë. Antena brenda familjes, luli letër proteste samitit të Vjenës, i dha dorën Al Capones shqiptar. Velia i 2000 kredit buta më 2017, prioritet çiftet e reja. Gazeta Mapo, pastrimi parave, i akuzuari për trafik organesh, biznese dhe transaksione në Shqipëri. Prokuroria bllokoi disa transaksione bankare mes 2 kompanive që ofrojnë turizëm mjekësor. Pronari i njërës prej tyre, shtelasi izraelit Boris Wolfman, është akuzuar për trafik organesh në disa vende të botës. Ai zotron 2 kompani në Shqipëri dhe ka marrëdhënie financiare me një tjetër shoqëri që ka si aktivitet mes të tjerash dhe transplantin e organeve. Presidenti i ri, parlamenti aktual mund ta zgjedhë edhe pas zgjedhjeve.
Kapet me kokainë në Lezhë, vllai i krye policit të Dibrës, trafiku vritet në Sarandë, 47 vjeçari nga Mirdita. Kombet e Bashkuara të pafuqishme në epokën e re, autonomia normative e KLG-s dhe KLP-s, debati që përcakton fituesin, liberalizimi i energjisë, bizneset të pambrojtura nga luhatja e çmimeve, kostoja e plerave sipas Shalcit. Standard, ligji i ri për taksat, zbardhet dokumenti si Ministria e Drejtësisë u përplas me financat. Dokumenti i dikasterit Ahmetajt nxjerr zbuluar konfliktin midis dy ministrive lidhur me projektin mbi rregullat e reja. Presioni i drejtësisë zbuti supergjobat. Shqipëria në lojën e plerave, një shembull nga Maroku dhe risku i tonelatave italiane, më 1 tetor marshim dhe protesta në të gjithë vendin. Në Kamz, 20 vjeçari i dheur përplaset me makinën e policisë, humb jetën efektivi. Ligji për mbetjet, Basha, Shqipëria pa Ramën do të jetë një Shqipëri pa plera. Komunikimi online, Rama shmang plerat, komenton maturantët, ka 19.500 kuota të lira. Zbardhen dokumentet, hakmarrja e Erdogan ndaj Gülen shpërngulet edhe në Shqipëri. Kapen dy të dyshuar gjendet i vrarë në kanal vllai i kreut të njësisë Kaçinar. Skandali uniformave, zbardhet kallëzimi jashtë standardit 7 prej modeleve të veshjeve të policisë. Nisin në vitin 2017 kredite buta prioritet familjeve të pastreja dhe çiftet e reja. Vjedhja në gusht, banka, prokurorisë nuk mund të verifikojmë seritë e parave të vjedhura. Panorama Sport, golat një makth, rekord i frikshëm në superiore, kur më parë nuk ishte shënuar vetëm një gol në një javë futbollistike. Bomberi të gjitha kohërave, Vjori Sinsinani, alarm kombëtar, kemi vetëm Amdi Salin dhe Pero Peçin sulmues të midfield. Partizani ndalet e shtylla, Tiranën e dënojnë afrikanët, derbi 0-0. Fili në lot ndërsa arbitrin e ndal policia ja çfarë supa. Sormani lam 2 pikë, Skënderbeu nuk më intereson. Daja, barazimi i drejt, na mungon një Salihi. Ilion Lika, nuk është normale të jem unë më i miri. Kryevepër e Gashit në SBA, Mana i Herote Peskara, sulmuesi ma gjeps amerikanët me 2 gola, Re i jep një pikë ekipit shqiptarëve. Jani Kaçi jap se nuk po bindin kampionët. Interi del huq, Milan i barazim me polemika. Ronaldo sherr me Zidanin për zëvendësimin. Marquez një fitore titulli në Spanjë. Nis kampionati, Tirana merr hak ndaj Partizanit për moshat U17 dhe U19. Sport Express, edhe derbi mbetet tat, rekord negativ, java e 4 dhuroi vetëm një gol, 5 ndeshje 450 minuta shënon vetëm Skënderbeu. Partizani dhe Tirana dhurojnë një ndeshje të bukur, por nuk gjejnë rrugën e rrjetës, shtyllat dhe pritjet e portierëve e mbajnë portën të paprekur. Tifozët mbeten në lartësinë e duhur në këtë super sfidë. Sormani ishin pa fat, do vi momenti të shpërblehemi. Daja s'na kënaq pika, por Partizani do 24 vjet në arri. Trashi i mërzitur sepse kështu shkëput Skënderbeu. Ilion Lika kemi ngërç, disa lojtarë ende nuk janë ambientuar. Atmosfera sërish derbi i zjarrt në tribuna, tifozët pushtojnë Elbasanin. Legionarët, Mana i gëzon Debiazin, cinik dhe vrasës brenda zonës. Talenti realizoi golin që vleti pikën për Peskarën në fushën e Genoas. Gashi ma gjeps Amerikën, do bjeta e parë në MLS. Kategoria e parë, Dinamo 2 gola për Kreun, blut e nisin me revansh. Pas Interit dhe Milani ndalet, Mourinho hedh vrerë ndaj Perezit. Voleboll historike, Farka Volej fituese e Kupës Federatës.